presidenti I vllaznisë në futboll Walter Fushaj, një periudhë gjatë bashkëpunimi me të madhin Paulinovic që sot po përzihet në banesën e fundit. Pa dyshim keqardhje e madhe. Një keqardhje e madhe shumë, dhe më thënë drejtën disi e pa pritun. Paulini pas dritë e diell, vështrime familjes. Me Paulinin kam pas kohë gjatë bashkëpunimi, qoftë ekipi I parë, qoftë edhe akademia. Për zotin, ka një shembull jashtëzakonshëm, një njeri I dashtën për sportin, një njeri I dashtën për drejtuesit, një njeri I dashtën për akademinë, për fëmijët. I ka dhënë gjithçka, ka dhënë shpirtin për këtë futboll. Unë kam pas një knaqësi të veçantë që kam punuar me të. Por ka një shembull trajnerit, një shembull prinit, një shembull jashtëzakonshëm. Nuk di si ta shpjegoj me fjalë se cilat janë kujtimet më të veçanta që do të ruani nga Pauli Ndoja? Dashamirësinë e tij dhe përvoja e tij ka qenë jashtëzakonshme, e cilën mua më ka shërbyer shumë, qoftë dhe në menime, qoftë dhe në eksperjenca e tij për sa I përket trajnerit, sidomos trajnerit futbollit, trajner për sa I përket trajner portierash. Eksperjenca e tij më ka ndihmuar shumë, me thënë drejtën, ka marrë shpesh këshilla, dhe më ka ndihmuar shumë se ka qenë një angazhim I tij si gjithmonë, se Paulini siç e ke pa, ke shkruar si I thonë në Shkodran, pra ka qenë një njeri I pastër në punën e vet, dhe çdo gjë që ka ditë e ka dhënë me shpirt dhe me pastërti. As fushës së futbollit, si ishte Pauli Ndoja në jetën e përditshme, keni pasur rastë të Një shok I mirë shumë. Faleminderit. Faleminderit.